Presidenti amerikan Donald Trump ka shkarkuar nga detyra sekretaren e sigurisë kombëtare Kristi Noem. Në vend të saj ka emëruar senatorin republikan Markwayne Mullin. Lajmin e bëri të ditërve Trump përmes një postimi në rrjetin social Truth Social ku vlerësoi punën e deritanishme të Noem në këtë post. Sekretarja aktuale Kristi Noem na ka shërbyer mirë dhe ka arritur rezultate të shumta dhe spektakolare, shkroi Trump. Sipas presidentit amerikan, Noem do të kalojë në një rol të ri si e dërguar speciale për mburojën e Amerikave, një pozicion i sapo krijuar që lidhet me atë që Trump e përshkroi si një nismë të re të sigurisë në hemisferën perëndimore. Kristi Noem ka qenë një nga figurat kryesore në zbatimin e politikave të administratës Trump për emigracionin. Presidenti amerikan vlerësoi gjithashtu senatorin republikan Markwayne Mullin, duke thënë se ai ka bërë një punë të jashtëzakonshme në përfaqësimin e popullit të Oklahomës. Trump e përshkroi atë si një luftëtar MAGA dhe theksoi se ai ka qenë më parë një luftëtar profesionist i pamposhtur në artet marciale mikse.